ky është fakti i tronditës, sepse zgjedhjet bien që në këtë moment, por dhe fakte tjera të përdorimit të burimeve njerëzore, të burimeve financiare, të intimidimit të votës nëpërmjet ushtrimit presionit në administratë, të përdorimit të patronazhimit politik, që është i papranueshëm për normat ndërkombëtare. Në këtë formë shprehet raporti. Dhe kjo është një goditje e madhe, nëse në raportet e tjera është anashkaluar, është vetëm një fjali e mjekullt, ky raport e përcakton qartazi që ky patronazhim është kriminal dhe është i tillë që ai nuk mund të realizohet përpos në një shtet ku nuk funksionon demokracia ose një shtet ku partia është njësuar me vetë shtetin. Dhe pjesa tjetër, fakt duhet ishte më e ashpër, është pjesa e involvimit të krimit të organizuar në marrjen dhe rrëmbimin e votës, madje në atë që krimi organizuar ka dhe përfaqësuesit e vet sot në parlament dhe në mënyrë të tërfortë nëpërmjet këtyre përfaqësuesve në parlament ka dhe përfaqësuesit e vet në qeveri. Dhe kjo tek ne është e vërtetuar e dukshme dhe jo thjesht e denoncuar nga Partia Demokratike, por e dalet nga provat që ka kryer si pjesë e timeve njësia posaçme, jo në lartësinë e saj, se preket edhe ajo pjesë, megjithse duhet kishte një punë më të madhe, raporti e prek pak edhe punën e SPAK-ut, nuk e vlerëson, por kërkon që ai duhet ishte më shumë i angazhuar për gjetjen e krimeve zgjedhore. Dhe pjesa tjetër është pjesa e mënyrës se si u qasën krerët lokal në